një katolik hapi dje protestën. Kjo s'është pak. Do me thënë që kemi thënë këtu ne, kryeministri duhet katolik. A do jetë djegmarka apo jo, ajo është mesazh. Siç e lexoj unë, doktori është i palexueshëm, ai është profesor doktor i shkencave, akademik ndërkombëtar. Qartë, por duke ju referuar zhvillimeve kryesore, ka pasur shumë iniciativa, protesta, po ashtu cili do të jetë hapi i radhës i opozitës, pasi edhe ju jeni pjesë e frontit të përbashkuar opozitar me partinë tuaj? Në botë asgjë s'humbet, çdo gjë është e riciklueshme, thon ligjet e fizikës. Me datën 20 paralajmëroi zoti Berisha që mund të jetë protesta që mund t'i thotë Ramës ose bëj tavolinën përpara datës 20, edhe nuk do ketë nevojë për molotov, shashka apo fishekzare të forta, ose po filloj protesta me datën 20, do të përkoj me 9 vite më parë, që ka filluar me datën 18 shkurt 2017, a ndodhi që ja morëm gjysmën e qeverisë Rama në atë kohë? Tani Berisha ka hedhur asin në lojë, pra ka lëvizur shumë bukur me kontinentin që unë e quaj klub kristian, ka hedhur profesor doktor të shkencave në mitingun ose protestën e parë Luciano Boçi, i pari, dhe zoti Gjekmarka i dyti. Pra, Berisha është tolerant, megjithëse në vend jemi akoma majorancë e besimeve islame apo bektashiane. Pra, Berisha është burr shtetas në konceptin e së ndërtimit demokratik të shtetit. Kështu që protesta kishte njësoj sikur luante Tirana me demat në kohën e diktaturës, që stadiumi shkonte 12.000, 13.000, 15.000 spektator. Unë mendoj që me një logaritëm që e shofun si kuadrant, do më thonë, një 10.000 është e pa diskutuar që ishin në shesh. Kjo pastaj mund varjoj 3% më shumë, 3% më pak, po ti marrish këto në integral, i thonë 6% minus plus, i bje që mund t'jenë dhe 16%, i bje që i bje 16.000 njerëz, qa kërkoti më tepër të t'vinë atje? Qa kërko? Kur dalin 16.000 njerëz, do thotë fillojnë të rrëzojnë qeverinë me dhunë, doktori ka tregu që ka pas kryeministra që janë bërë kështu, për ndjes pas që kanë lëshu zyrën pastaj. Zoti Gjuzi, ju e përmendët paksa që hapjen e kësaj proteste e bëri zoti Gjekmarkaj dhe jo zoti Noka. Mos ka ndoshta një diferencim nga zoti Berisha në këtë rast, pra zoti Noka po kalon pak më në hije? Jo, po me qenë se zoti Noka si ministri brendshëm që ka qenë në fund të lënies së pushtetit të doktorit, nuk desh me sa duket vendosi ministrin e brendshëm, në konceptin që edhe po doli ai Molotov më tepër, nuk e ka bërë sekretari i përgjithshëm. Pra Berisha i merr njerëzit në mbrojtje dhe në këtë rast, siç e përmenda më lart, i dha avantazh Europës klub kristian, që e them. I dha avantazh, na pëlqen. Ne, por s'duhet harruar që morën në mbrojtje edhe krerët e UÇK-s në fund. Prandaj unë them, është treguar mërëm diamant brillant. Ai që nuk e ka frikë diamantin që të pret, vetëm nëse ka kontrollin në Shqipëri, nuk e di që mund të ketë prerje me infra të kuqe. Akoma se di, se vetëm ajo është më lartë se sa diamanti, si prerës. Pra, Berisha të pret. Imagjinoje kur është dhe dikush tjetër aty, nuk është rasti im, po opozita e gjitha që kërkon ai ta bashkojë dhe hodhë dhe idenë që është bashku, tha, SBA Britani me BRSS-n e Stalinit. Do më thënë, i bie disa njerëzve që janë marksista, i tha, hajdeni këtu, se vetëm s'keni që të bëni me 1, 2, deri në 4 deputet.
Pra u treguaj hapur mbram. Zoti Gjuzi, ju dhe partia juaj jeni diferencuar gjithmonë dhe jeni distancuar nga Molotovët. Dje pati hedhje Molotovësh. Si e komentoni? Mendoj që pranaj nuk del aty të flasë një Tiranas kur ka Molotov. Se i thonë të shtëpia prindërit që shiko, po të ketë Molotov, mos dil me fol. Nuk mund të kem koment tjetër përveç se kësaj. Shpresoj që me datë 20 do të ketë folus, do të ishte shumë mirë, që të kishte një folus Tiranas, por jo unë, e theksoj këtë, se i takon që të hapë Partia Demokratike protestën. Ajo është partia më e madhe opozit, ka rezistuar, ka ndash me e prish, me e fundos, pa fundos, edhe i bi edhe një 24 vjet me qenë Berisha aty. Se ai ka thonë që unë do jetoj më shumë se gjyshi 105 vjet, do të i bie 106. Zotë Gjuzi, çfarë do të ndodh në 20 shkurt? Mund të jetë një nga skenarët instalimi i një çadre apo greve urie? Ne kemi tregu me Dibranin Lulzim Basha që ne ta marrim gjysmën e qeverisë. Kur them ne, 33 parti politike. Doktori ka pas në tavolinë 26. Nuk i ka qua akoma 33. Po të vinde këto partitë e tjera, që quhen të reja, që kanë mandate, data 20, e ritheksoj. Topin mbrëm, Sali Berisha ja ka hedhë të këmbët si gjyle e Diramës. I ka thonë, ose merë gjylen, ju e dini gjylen, e të burgosurve në mes jetë. Që i venin gjyle që mos tiknin me vrap, apo ja? Ja ka hedhur gjylen e Diramës, mbrëm. Në moment që i filluan këto, të thuja, Molotovët, unë vetë, me gjithë grupin konservator, që jemi ne, nuk jemi shumë, pa i sa jemi, thash hajde në këtu largohemi ne, se të shkojnë të tjerët, pastaj digjet policia, digjet futesh në situatë kriminale. Ju e patë më, gazetari, kolegu juaj, ose moderatori, Ariana Simja, e pa, që mori një goditje. Ajo është shqiptar amerikan, kë godet, o polici, o Edi Rama, qa bën? Pastaj tjetra, ma mënd karambolin e deputetit të Korsës edhe godet polici me shkop gome. E pa, bishgës i them ki kujdes, o Gjirokastrit, se Gjirokastritët nuk rajnë me shkop gome. Kanë fjallën. Mos shkon deputetit të shtrojnë në spital, është e rëndë. Po përgjegjësia nuk është maksimale zëvendës drejtorit të policisë. Shtetit. Përgjegjësia është gjithmonë e kryeministrit. Ani se ku ai ndodhet dhe ku është. 20 shkurti ka rënë busti, nëse Edi Rama do të thotë që unë jam bust, e jam më i fortë se diktatori Hoxha, okay? Për nga gjatësia e kalon. Që duhet me arë kavo, se vinë ka njerëz në Tiranë që vinë hypin aty sipër, kalati branche edhe, dhe vjen kavo në kokë, po erdhi punat e kavo, pastaj s'ke kohë për bisedime. Zotë Gjuzi, dje në protestë rroqi vëmendjen edhe prania e zotit Salianit. Çfarë treguesi është ky? Më vjen keq sa ai është ka kaluar kohë në një vap fier. Nuk i bëhet presion Malit. Malin nuk e çan as vetëtima e as bubullima. Ani se kush e ndez vetëtimën dhe bubullimën. Që merr pjesë në protest, ai tregon që unë kam dhënë për këtë subjekt, po ai subjekt i ka bërë familjarët e tij kryetar komunash. Nuk mund të marrësh me zor mandate në PD pasi ke shpërdorur foltoren e PD-s. Më lejo të them që në këtë moment, nëse do të ishte antar i partisë konservatore dhe do të bënte këtë lloj digresioni, unë do ta çoja në gjykatë për përdorim stampa vula. Se stampat dhe vulat përdoren me vendime të kryesive të degve apo asambleve
Ne kemi asamble, Partia Demokratike ka me deg. Është shkelje, zoti Saliani. Në protest bën shumë mirë që vjen, e kam thënë këtu te ju, një vend pune në Partinë Demokratike, minimalisht, po e them kështu atë çik fare, te zyra e protokollit, po jo si shefi protokollit, se ai është dënuar për falsifikim dokumentash apo jo, dhe deklaratash. I duhet se dhe ai duhet të jetojë me gjendjen e tij se i është hequr mandati. Heqja mandatit është heqje financash. Plus që ai ka patur një përplasje shumë të fortë me rilindjen. Pra, nuk duhet parë si përjashtimi i djalit, po duhet thënë vendi jot është në obor, atje. Ose të zyra që të themun e protokollit, atje. Jo duke i dhënë përgjegjësi. Pse? Nuk ka shkuar në Strasburg për të ankemuar dënimin 1 vjeçar. Është sjell mirë në Jevap, ka dalë përpara kohë, apo jo? Ky quhet shteti i drejtës. Por ka një dënim. Dhe për dënimin i cili nuk mund të jetë, e them edhe këtë, por duhet të shkojë në të gjitha shkallët e gjyqësorit, se ka qenë deputet i Partisë Demokratike. Shumë mirë që ishte edhe, po të vesh re ka një mendim komunist, paksa. Po të vesh re, pak njerëz janë që e rrethojnë. E lën vetëm e vini re. Mediat interesojnë, kryesisht janë media me fokus majtas, që i vendosin mikrofonin. Për mua nuk ka media majtas djathtas, media duhet bëj punën e vet. Shumë mirë bën Saliani që vjen atje, por duhet të nënshtrohet strukturës. Qartë.